Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Bashkia Shkodër sjell gjithmonë nisma të bukura dhe shumë inovatore. E tillë është edhe ajo që do të flasim sot. Një ditë kryetar bashkie për të rinjt që duan të marrin pjesë mund të aplikojnë deri ditën e nesërme datë 28 nëntor. Për këtë nisëm kaq të bukur do të na flasi sot Lori. Mirëmëngjesi dashur, tashmë e bër mike emisionit ton. Faleminderit. Mirëmëngjesi Fjoralba, faleminderit dhe kënaqësi që t'jem sërish me ty në studio. Të falenderoj shumë. Nisma një ditë kryetar bashkie. Si erdhi si ide? Në fakt, Fjoralba, Junior Mayor, pra nisma një ditë kryetar bashkie, është vetëm një ndër aktivitetet që Bashkia Shkodrës do bëj këtë vit, do realizoj këtë vit, gjatë muajit dhjetor, dhe vjen pikërisht në kuadër të javës së rinis. Sepse do kemi tërësisht një javë që është e dedikuar me aktivitete vetëm për të rinjt. Dhe lindi si një ide nga që ne e dim që në Shkodër ka shumë të rinj aktiv që duan të aktivizohen, të japin kontributin e tyre në qytet, dhe patjetër që ne dhe ishim të frymëzuar le të themi për të sjellë diçka që edhe të rinjt e përqafojnë dhe e pëlqejnë atë gjë. Dhe të them të drejtën, përshtypjet e para janë shumë pozitive, po të rinjt e kanë përqafuar, është pëlqyer shumë si nisëm dhe besoj dhe ju e keni parë se sa shumë. Po, ka pasur një feedback shumë të mirë. Dhe si që the dhe ti, deri nesër do kenë mundësi që ta aplikojnë dhe patjetër që është diçka që ka ngjallur interes tek të rinjt, sepse është dhe hera e parë që Bashkia Shkodrës implementon një gjë të tillë dhe ideja ka qenë pikërisht që le të themi të jemi edhe më afër të rinjve dhe t'ju japim atyre hapësirën që Bashkia Shkodrës vazhdimisht ja u jep të rinjve, por dhe kësaj grup moshës, sepse Junior Mayor është një nisëm që është i dedikohet të rinjve nga mosha 15 deri në 18 vjeç. Pra kjo është një kriter, duhet të jenë nga mosha 15 deri në 18 vjeç të gjithë ata që duan të aplikojnë. Po, dhe është pikërisht kjo grup mosha që ku edhe të rinjt janë pak më kanë ato idetë brillante, ato ide që mund të jenë edhe shumë të bukura për të implementuar, pse jo, nëse do të kenë ide që do dalin ide le të themi që janë të zbatueshme dhe që mund të implementohen, Bashkia Shkodrës është gjithmonë e hapur për të marrë ide nga të rinjt dhe për të zbatuar ato. Dhe në këtë këndvështrim ishte një nisëm që realisht ka pasur impakt, pa u vendosur akoma në zbatim, sepse akoma nuk është zgjedhur ai që do të jetë fitues, pasi aplikimet nuk janë mbyllur ende, dhe është një mundësi shumë e mirë që gjithë të rinjt e kësaj grup moshe të aplikojnë, është një shans, është një mundësi që t'japin zërin e tyre, t'japin idetë e tyre, kreativitetin, energjinë që i duhet qytetit tonë. Është vërtet një mundësi shumë e mirë dhe një nisëm shumë e bukur. Unë kam vënë re që jo vetëm të rinjt e kanë përqafuar, por edhe ata më të rriturit janë bërë shumë kurioz se si do të jetë. Mund të na shpjegosh ti pak si do funksionojë për atë që do të jetë fituesi? Po, në fakt është e vërtetë edhe grup moshat e tjera kanë gjallur interes dhe të tjerët, dhe qoftë edhe tek qytetarët e qytetit. Ka qenë një nisëm që kanë gjallur shumë interes. Se qa do bëhet, se qa është kjo Junior Mayor dhe ka qenë interesante, le të themi si thirrje, dhe ai që do fitoj, pra do ketë mundësinë që të përjetojë rolin e kryetarit e bashkisë për një ditë, pra do jetë kryebashkiak për një ditë. Dhe ideja është që patjetër që do ketë shumë aplikime, por vetëm një do fitoj, ai që do spikas, le të themi, me idenë më origjinale, me atë le të themi originalitetin e gjithë idesë, kreativitetin, vizionin, sepse patjetër që t'jesh, le të themi, kjo është nivel junior, por patjetër që do t'jenë disa aftësi që do spikasin ndër gjithë aplikantët. Por ne kemi menduar edhe për të tjerët që do aplikojnë, po këtë nuk do ta themi, është surprizë për gjithë ata që do aplikojnë, kështu që mund të them që do jetë një aktivitet shumë i bukur. Edhe ai që do zgjidhet do ketë mundësinë që të përjetojë nga afër, siç e thash më përpara, rolin e kryetarit bashkisë, të takoj qoftë kryetarin, por edhe drejtues të tjerë të këtij institucioni, dhe patjetër të prezantojë idenë që ai ose ajo ka për qytetin, vizionin, çfarë dëshiron që të shohë në qytetin tonë, jo vetëm në lidhje me rininë, mund të jetë në çdo lloj fushe të ndryshme, sepse e thash që kjo grup mosh është një grup mosh që ka shumë ide dhe këndvështrimet e tyre mund të jenë të ndryshme, dhe bashkia kërkon pikërisht që ti
përqafoj mendimet e të rinjve, ashtu siç ka bërë gjatë gjithë kësaj kohe dhe patjetër do vazhdoj ta bëj, të jetë sa më afër të rinjve dhe gjithë të rinj që kanë dëshirë të angazhohen dhe të japin kontributin e tyre, patjetër t'i ftoj dhe të bëhen pjesë qoftë edhe e trezave vendimarrëse ku merren vendimet për të rinj dhe jo vetëm. Mendoj se për kudo që do ta fitoj do të jetë një mundësi art, që nuk do ta harroj asnjëherë, sepse ka qenë një ditë si kryetar bashkie, një i ri që mund të jetë nga mosha 15 deri në 18 vjeç. Po, patjetër, besoj që është, siç e kemi thënë më përpara, është një ditë, një shans, një rol që nuk është se mund ta përjetosh çdo ditë. Dhe prandaj edhe të rinj ndoshta kanë marrë me kaq shumë interes sepse realisht është një mundësi e bukur. Ne në fakt duam që të zgjojmë pak edhe kreativitetin e të rinjve, sepse e dim që në Shkodër nuk kanë munguar asnjëherë të rinj që janë shumë aktiva, që kanë ide, thjesht duam që t'ju ofrojmë sa më shumë hapësira që ata ta vendosin në zbatim. Dhe këtë po mundohet të bëjë dhe bashkia, duke qenë sa më afër tyre me ide që ata realisht i përqafojnë dhe i duan që t'i kenë në qytetin e tyre. Përveç moshës, Lora, ka një kriter tjetër? Procesi i aplikimit është shumë i thjeshtë, Firalba. Domethënë mosha është kriter kryesor, sepse patjetër flasim bëhet fjalë për një junior, le të themi junior mayor, dhe përveç moshës, thjesht ata aplikanti që është interesuar, pra të rinj tek kësaj grup moshe, do hyjnë tek linku që tashmë është i afishuar në rrjetet tona sociale, do plotësojnë të dhënat e tyre personale dhe pastaj ajo gjëja më kryesore në gjithë aplikimin është hartimi një shkrimi, sepse ata duhet të jenë junior mayor, pra pse do zgjidhen ata, pse duhet të zgjedhim ty për junior mayor dhe cili është propozimi tyre për Shkodrën, për qytetin e tyre, pra qa idesh kanë ata, sepse mund të duket ndoshta skeptike ose diçka se të rinjt qa idesh mund t'japin, por më besoni që kjo grup mosh, pra kjo grup mosh është le të themi, e thash edhe më përpara, janë të rinj që kanë idet më brillante të mundshme, qoftë për qytetin, qoftë jo vetëm në lidhje me pjesën e rinisë, ku ata, le të themi, është diçka që i prek direkt, sepse janë vetë të rinj, por qoftë edhe në lidhje me qytetin, sepse e shohin ndryshe, është një botë kuptim tjetër nga mosha e tyre, dhe patjetër që bashkia ka shumë interes që të shoh këndvështrimin e të rinjve dhe të përqafoj vizionin e tyre dhe ta implementoj atë, ta bëj pjesë e strukturës dhe gjithë gjësë vetë. Kjo është një nismë dhe diçka shumë e bukur e thamë dhe përsëritëm disa herë, por të tjera nisma të bukura Bashkia e Shkodër ndërmerr dhe ka ndërmarrë gjithmonë. Mund të na zbulosh ndonjë që do të kemi në të ardhmen? Po, unë e thash në fillim që Junior Mayor është vetëm një ndër aktivitetet që Bashkia e Shkodrës do zhvilloj këtë vit për të rinjt. Do të thënë edhe muaji dhjetor është pak do fokusohemi pak edhe te pjesa e rinisë, duke qenë se do jetë dhe dita e rinisë me 8 dhjetor, edhe ne kemi menduar që ta bëjmë komplet një javë vetëm me aktivitete për të rinjt. Sa bukur. Po, edhe do ketë aktivitete të ndryshme për te Junior Mayorit, por do doja të ndalesha pak edhe tek shtëpiza rinore, që do rikthehet sërish me zier presin. Po, sepse aktivitetet e tjera do t'i zbulojmë gjatë rrugës, edhe në ditën e vijim që do t'i lançojmë se cila do t'jenë, por shtëpiza rinore do rikthehet dhe një herë këtë vit, dhe gjej rastin ta them sot këtu me ty, sepse të rinjt e kanë dashur shumë vitin që shkoi, pra rikthehet për herë të dytë tashmë, ku Bashkia e Shkodrës ka vendosur në dispozicion të rinjve të qytetit, të gjithë të rinjve të qytetit, që duan të jenë aktiv, të kontribojnë, të marrin pjesë të shtëpiza rinore, ka vendosur në dispozicion të tyre një nga shtëpizat e sheshit festiv. Pra, një nga këto shtëpizat do t'jetë në dispozicion të rinjve të qytetit, pra shtëpiza e rinisë, që vitin që shkoi ka dalë shumë bukur, është pëlqyer shumë nga të rinjt, dhe për gjithë ata që ndoshta nuk e dinë se për çfarë bëhet fjalë tamam, shtëpiza rinore, pra Firalba, është një hapësirë ku të rinjt gjatë gjithë muajit festiv do ta përdorin për të shitur, le të themi, produkte të ndryshme, sepse ne ndërkohë po bëjmë edhe partnershipe me biznese të ndryshme, me partner të ndryshëm që të na mundsojnë qoftë produkte, qoftë gjëra të ndryshme që ne mund, le të themi, të sigurojmë të ardhura nga këto, dhe të gjitha këto që të rinjt vetë do t'i menaxhojnë dhe do t'i kenë parasysh, le të themi, të gjitha këto të ardhura që do sigurohen nga këto produkte gjatë muajit festiv, do shkojnë për një kauzë sociale. Siç ka qenë edhe vitin që shkoi, po që ka shkuar realisht them shumë bukur, edhe të rinjt e kanë shijuar shumë, sepse është diçka që e bëjnë në mënyrë vullnetare, dhe kur shet të rinjt e qytetit që angazhohen në mënyrë vullnetare gjatë një muaji të plot
Pra, pa pasur diçka në këmbim. Thjesht duan t'japin... Është edhe një muaj festiv. Po, është edhe pak më vështirë. Pikërisht është një muaj festiv, është një muaj që ndoshta ata do ta kalonin kohën e tyre duke luajtur, duke bërë diçka ndryshe me shoqërinë e tyre, me miqt, me familjen, sepse janë edhe periudha e pushimeve nga shkolla, por ka nga këta të rinj që duan të angazhohen, ta bëjnë në mënyrë vullnetare dhe t'japin kontributin e tyre duke qëndruar te shtëpiza, duke bërë atmosferë rinore, duke sjellë le të themi gjithë vëmendjen aty tek ajo shtëpiza që, okay, shtëpiza e rinisë është pak më ndryshe nga gjitha shtëpizat e tjera të sheshit festiv. Patjetër, aty ku është rinia, do ketë diçka pak më ndryshe, do jetë një atmosferë pak më unike, dhe e tillë ka qenë edhe shtëpiza rinore, dhe patjetër që edhe këtë vit do të jetë e tillë, do ketë dhe risi më shumë të vit, që do t'i shohim në vazhdim, dhe ne jemi shumë të lumtur që të rinjt e kanë marrë me kaq shumë entuziazëm, dhe patjetër që bashkia është pranë tyre në momentin që shet që të rinjt duan të angazhohen dhe është gjithmonë gati, pra dera është e hapur për të rinjt që duan të japin kontributin e tyre dhe duan të angazhohen në qytet. Dhe në këtë këndvështrim risi do ketë tek shtëpiza, sepse do kemi më shumë të rinj të angazhuar, duke qenë se edhe vjet ka qenë shumë, si që thamë edhe më përpara, e pëlqyer dhe e ka dhënë atë, le të themi, gjithë gjën që ne realisht donim feedbackun e saj, po. Ishte më e veçanta. Ishte më e veçanta. Ishin të gjithë shtëpizat e tjera ishin të mbushura plot, shtëpiza rinore binte në sy, edhe pse kishte vendin në fund, ishte më e veçanta. Më e veçanta. Shiko, edhe për kauzën është më e veçanta, sepse e thash, gjitha të ardhurat që të mblidhen aty shkojnë për një kauzë sociale, pra po krijohet një kulturë e re, le të themi, në Shkodër, ku të rinjt japin dhe kontributin e tyre, qoftë, për shembull, siç ishte Juniori, pjesa vendimarrjes e këto të tjera, shtëpiza rinore prek më shumë kauza sociale, pjesën komunitare. Dhe po, dhe të rinjt janë, le të themi, gati për t'ju bashkangjitur kësaj nisme që ata vetë në fakt e kanë kërkuar, se në fillim fare kur vitin që shkoi, domethënë kur vendosim që ta sillnim shtëpizën rinore, ishte nga një brainstorm që bëjnë të rinjt dhe që patjetër dhe bashkia ishte shumë gati që e propozoi, okay, në qoftë se ju keni ka shumë dëshirë, bashkia patjetër që do ta mundsoj. Bashkia Shkodrës është gjithmonë mbështetëse. Po, të them të drejtën, dhe të rinjt patjetër që e vlerësojnë dhe një gjë të tillë dhe janë më të, le të themi, të gatshëm të angazhohen, sepse në momentin që një person e sheh që, okay, ke një mbështetje, patjetër që dëshiron që t'jap edhe atë kontributin e vet, që të dalë edhe diçka më e bukur se. Patjetër. Ti the që të rinjt janë vullnetar. Si funksionon kjo për shembull në natën e Krishtlindjeve ose në natën e ndërrimit të viteve? A ka nga ato të rinj që stepen dhe thonë që jo, nuk dua të vi tek shtëpiza rinore, apo janë të gjithë të gatshëm dhe shtëpiza rinore është gjithmonë plot, siç jemi mësuar ta shohim? Po, nuk ka, domethënë gjatë gjithë kohës patjetër që do të jenë të rinj aty, nuk do të jetë mbyllur asnjëherë shtëpiza rinore. Ne do ta ndajmë se kjo është diçka që do ta planifikojmë, pra e planifikojmë gjithmonë me kalendar, dhe gjithmonë ditën e kemi me 2 turne, pra të rinj që do rrinë gjatë ditës, po gjatë paraditës, dhe të rinj që do rrinë tek pjesa pas ditës dhe deri në darkë, deri në orët kur do mbyllen shtëpizat, dhe asnjëherë nuk e kanë lënë vetëm shtëpicën, pavarësisht angazhimeve që mund të kenë. Kjo është edhe dëshira që ne shohim edhe vitin e shkuar. Kjo ka rënë në sy edhe pse ishte risi, të rinjt ishin gjithmonë aty. Po, dhe kjo është diçka që duhet vlerësuar tek të rinjt tanë, sepse gjithmonë të rinjt këtu kanë treguar që janë gati të marrin rol aktiv në qytet, dhe nga ana tjetër kemi edhe bashkinë që është gati t'ja u mundsoj një gjë të tillë, siç ishte në rastin e shtëpisës rinore, por edhe qoftë edhe për aktivitete të tjera. Kështu që këtë vit do kemi edhe më shumë të rinj, kështu që është e pamundur që të jetë shtëpiza vetëm, po, edhe do shihni që do krijohet një atmosferë shumë e bukur. Dhe nuk ka dyshim që do të krijohet një atmosferë shumë e bukur, falë edhe mbështetjes së Bashkisë Shkodër, dhe dua të rikthehemi edhe një herë dhe t'ju bëjmë një thirrje të gjithë atyre të rinjve që kanë mbetur pa aplikuar tek një ditë si kryetar bashkie, që të aplikojnë deri ditën e nesërme. Duhet ma bësh ti këtë thirrje për të gjithë këta të rinj që ndoshta janë pak të stepur. Patjetër, për të gjithë të rinj që kanë dëshirë të përjetojnë një ditë në rolin e kryetarit bashkisë, pra të jenë një ditë kryebashkiak, patjetër që Junior Mayor është një mundësi shumë e mirë, është një ditë, siç thash më përpara, një rol, një shans që nuk është se vjen shumë shpesh, le të themi, dhe është patjetër një mundësi e artë për gjithë të rinjt që duan të jenë pak më afër, qoftë dhe bashkisë, qoftë dhe vendimarrjes, dhe i ftoj që të bashkohen, të aplikojnë,
sepse vërtet do zgjidhet vetëm një, por të gjitha idetë tuaja do lexohen me shumë kujdes dhe të gjithë ju do jeni pjesë e një aktiviteti të madh, kështu që të gjithë të rinj që kanë dëshirë të bëhen pjesë dhe të shohin, të përjetojnë diçka ndryshe, sepse realisht është diçka ndryshe, dhe kanë dëshirë që të angazhohen në këtë drejtim, do ishte shumë bukur të na bashkohen dhe të marrin pjesë tek nisma e Junior Merit. Aplikimet do jenë deri nesër, kështu që gjatë gjithë ditës së sotme dhe ditës së nesërme do kenë mundësi që të aplikojnë. Aplikimi është i thjeshtë, kështu që çdo i ri e ka të thjeshtë ta bëj aplikimin, kështu që për gjithë ata që kanë shumë dëshirë të aplikojnë, thirrja ime është dhe thirrja jonë është që të japin vetes një shans qytetit, sepse mund të kenë ide shumë të bukura, por dhe bashkia dëshiron ta di se çfarë idesh ato kanë. Kështu që të shpalosin aftësitë e tyre, ky është momenti. Po për vullnetarët tek shtëpiza rinore, ke një thirrje? Patjetër, për vullnetarët të shtëpiza rinore, shumë shpejt do të lançojmë njoftimin në rrjetet tona sociale për të na u bashkuar dhe të gjithë ata që duan të bashkohen grupit të vullnetarëve këtë vit, për të dhënë kontributin e tyre të shtëpiza rinore, por dhe për të përjetuar një atmosferë pak më ndryshe, pak më unike, le të themi, se dhe ajo atmosfera që bëhet aty me të rinjve është ka shumë të rinj që njihen me njëri tjetrin aty te shtëpiza, që krijojnë shoqëri shumë të bukura dhe është, le të themi, një atmosferë shumë e bukur. Është tamam festive, por që në njëjtën kohë japin dhe kontributin e tyre për një kauzë shumë të bukur sociale në fund të vitit. Kështu që për gjithë ata të rinj që duan të na bashkohen, shumë shpejt do lançohet thirrja dhe do ishim shumë të lumtur t'ju kishim dhe ju gjatë këtij rrugtimi për këtë muaj festiv. Lori, faleminderit që ishe me mua këtë mëngjes. Faleminderit ty, Fior Alba, është gjithmonë kënaqësi, sidomos kur flasim për iniciativa të tilla që përfshin të rinjt. Edhe për mua është gjithmonë kënaqësi, iniciativa që përfshin të rinjt dhe kaq të bukura dhe kaq risi interesante për qytetin e Shkodrës nga bashkia. Të falenderoj shumë që ishe me mua. Faleminderit shumë dhe nga ju. Ju falenderoj edhe ju që na keni ndjekur deri në këtë moment. E takimi radhës së bashku nesër në Info Plus në Star Plus Televizion. Shkojmë.